Edhe në qarkun e Elbasanit ka nisur verifikimi i dëmëve të shkaktuara nga përmbytjet e muajit janar. Sipas drejtorit të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve, tashmë specialistët kanë filluar punën në terren për të verifikuar dëmet. Sipas të dhënave paraprake të marra deri më tani, zona më e prekur është ajo e Cerrikut dhe Beratit. Po, ka nisur faza e verifikimit. Fill pas momentit në të cilat ujërat u tërhoqën, ka nisur faza e verifikimit të dëmeve në zonat përgjatë shtretit të lumeve apo dhe të pareve. Kryesisht në këtë periudhë pati dalje nga shtratit të lumeve, të shkumbinit apo dhe të devollit, të cilët dëmtuan disa sipërfaqe me kultura bujqësore apo dhe në sera. Akoma dhe tani vazhdon evidentimi dhe nxjerrja e sipërfaqe konkrete të dëmtuara. Kulturat më të prekura rezultojnë të jenë të mbjellat në sera, por dhe bletët. Sipas drejtorit Hunçi, në serat ku pati përmbytje, thuajse gjithë prodhimi u dëmtua. Ka qenë kryesisht në zonën e Cerrikut, në pjesët ku përgjatë lumit Shkumbin dhe të lumit Devoll. Ka patur dëme më shumë për shkak të daljes nga shtratit të këtyre lumeve. Edhe sezonale ishin më shumë të kulturat e stinës, por edhe serat kryesisht. Më shumë në sera ka patur dëme. Një pjesë e këtyre kulturave në varësi edhe të nivelit të përmbytjes edhe mund të shpëtojnë. Një pjesë kuptohet që nuk e merr dot veten më. Në përfundim të fazës së verifikimit të gjithë fermerët që pësuan dëme nga moti i keq, pritet të kompensohen nga Ministria e Bujqësisë